Festivali madh folklorik i të vegjëlve në Fier, rritet numri i fëmijëve në kurset e vallëve popullore. Një festival folklorik nga fëmijët e kopshteve të Fierit përfshiu qindra vogëlush në një garë me ngjyra dhe nota tradicionale. Përtej festës dhe argëtimit, ky event që zhvillohet për herë të parë në Fier, është konfirmimi një tendence në rritje për ndjekjen e kurseve folklorike nga fëmijët. Drejtuesja e institucioneve parashkollore në Fier, Silvana Laze, thotë se lidhja me traditën që në moshë të hershme nuk bëhet vetëm për argëtim, por edhe për të edukuar të vegjëlit me traditën popullore. Ky është një festival folklorik dhe marrin pjesë të gjitha kopshtet e qytetit të Fierit, por jo vetëm. Kemi dhe kopshtin Rom, përfaqësinë e kopshtit Rom, kemi kopshtin Protës. Pra, kopshtet që janë me drejtori. Kjo është ideja. Duke parë që në çdo aktivitet të kopshteve, përfshirja e folklorit ka qenë absolute dhe duke parë nga afër që fëmijët e kanë dashur shumë, e shijojnë shumë pjesën e folklorit, atëherë menduam të gjithë bashkë, pse jo mos të bëjmë një festival folklorik. Që do të ndajë çmime rregullisht, pra si çdo festival. Atëherë, kjo do bëhet traditë në qytetin e Fierit. Ky festival është për herë të parë, festivali folklorik i fëmijëve të kopshteve është për herë të parë dhe patjetër që do ketë të tjerë vit në vit, sepse u përqafua shumë mirë dhe nga drejtuesit dhe nga edukatorët e kopshteve. Dhe nga mirë, patjetër dhe nga prindrit, sepse kanë gjithë çfarë shikoni ju këtu është gjithë puna e prindërve. Patjetër dhe edukatorëve, por mbështetja maksimale e prindërve. Përpjekjet për përfshirjen e traditës folklorike në edukimin e fëmijëve fillojnë në kopsht me atë që drejtuesja Laze i quan gjyrmim të talentëve dhe kultivimin e tyre në qendra kursesh kulturore. Vetëm në qendrën kulturore të Fierit janë 50 fëmijë të moshave 5 deri në 7 vjeç, pjesë e grupeve zinxhir të ansamblit Myzeqeja. Rënjët i kemi në folklor. Nuk duhet të shikojmë të ardhmen pa ditur se nga vijmë. Dhe dëshmi e gjallë janë fëmijët tanë. Duke folur për prindrit dhe fëmijët, si është qasja e tyre tek folklori, pra duke se ka një interes edhe në shtimin e numrit të fëmijëve që marrin pjesë rregullisht në këto kurset folklorike. Patjetër, për kurset folklorike është qendra kulturore e fëmijëve, e cila për të vërtetës ka bërë një punë të mrekullueshme me mbledhjen e fëmijëve me pikasjen e elementeve. Gjë që vijon edhe në kopshtet tona. Pra, në kopshtet tona nuk është se po punohet vetëm për folklorin. I është dhënë zë edhe fëmijëve që kanë talent pikturën, që kanë talent artin, që kanë talent diçka tjetër. Gjurmohen talentet. Patjetër, ky është fokusi, pra gjurmimi i elementeve që në fëmijërinë e hershme. Dhe këtu ne gjejmë atë femrën e akilit dhe punojmë fort, edukatorët tona punojnë fort me zbulimin e elementit dhe me kultivimin e tij, me ushqimin e tij pastaj. Ne kemi ardhur këtu ku jemi. Festivali Kids Folk përfshiu edhe fëmijët e kopshtit të Romëve.